Aleksi, për herë të katërt tek Nadia në finale, çfarë emocioni është? Normalisht emocion sepse më pëlqen vazhdimësia e ekipit dhe normalisht finalet janë gjithmonë të bukura. Por është finale nënt, me thënë drejtën. Edhe ekipit, sepse duke parë finale që kemi humbur, por e rëndësishme është që jemi aty. Kena pas probleme me ekipin, domethënë ca ndeshje të mira, por ekipi në ndeshje vjedhimtare tregon që ka karakter dhe normalisht kemi luftuar për të arritur aty. Dhe shpresojmë që po në finale të bëjmë mirë dhe të arrijmë ta fitojmë përsëri. Cilin do të preferoni në finale? Një Akmarin dhe ndaj Dinamos apo? Jo, as pak. Kushdo që të jetë, ata di shumë që jemi kocka e fortë për dy ekipet. Kështu që shpresojmë që të bëhet një futboll i bukur nesër nga të dyja dhe të shikojmë kush do vinë në finale, por që nuk kam preferenca, si vllaznia si Dinamo është e njëjtë për mua. Finale sigurohet tani vendet e kampionatit. Po normale kemi ndeshje në cilën e parë me Vorën, që me patjetër lozim shtëpi do të më fitu, sepse në kampionat kemi treguar jo vazhdimsi të mirë, kemi pasur pak lëkundje, por e rëndësishme është që ne jemi aty. Ja mund tjetër është ndeshje Elbastani Vllaznia dhe shpresojmë që ata të ndalen, kështu që ne do të përfitojmë dhe ta afrojmë sa më shumë pikë. Keni ende shpresë për titull? Patjetër që po. Ne jemi kampion fuqi dhe kampion ndërzonë në fund. Faleminderit.